Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mos e keni smir njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin në shitblerje, mos u urreni, mos i aktheni shpinën njëri tjetrit, pra mos e bojkotoni njëri tjetrin, mos i ndërhyni njëri tjetrit në shitblerje dhe bëhuni vëllezër o robërt Allahut. Muslimani është vëlla i muslimanit, nuk i bën padrejtësi atij, nuk e lën në baltë, nuk e gënjen, nuk e nënçmon. Devotshmëria është këtu. Devotshmëria është këtu dhe tregoj në gjoksin e tij 3 herë. Për njeriu është e keqe e mjaftueshme që ta nënçmojë vëllain e tij musliman. Çdo musliman ndaj çdo muslimani e ka haram të ndaluar gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përcjellura nga ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith i pejgamberit ton shpalos normat sociale për muslimanët në raport me njëri tjetrin, por jo vetëm. Asnjë njeri i çfarë do besimi qoftë nuk duhet ta mashtrojmë. Nuk duhet t'i bëjmë padrejtësi apo ta gënjejmë ose ta dëmtojmë. Vëllazëria e besimit është mjaft e vyer në modelin social të Islamit. Ajo është më e rëndësishme se lidhja e gjakut, e kombit, e gjuhës, e racës apo e interesit. Vëllazëria islame është e hapur ndaj të gjitha kombeve dhe racave. Në qytetërimin islam morën pjesë arabi, persiani, turku, afrikani, indoneziani, ballkanasi dhe të gjithë popujt e kësaj dynjaje. Por a mendoni vëllazërinë e sahabëve të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Bilali ishte Abisinas, Selmani ishte persian, Suhebi ishte bizantinas dhe të tjerët ishin arab. Në surën El-Hujurat, ajeti i 10, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: me të vërtet, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtoni vëllezërit tuaj midis tyre dhe keni frikë Allahun në mënyrë që ju të mëshiroheni. Në surën Alu Imran, ajeti 103, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut, për Kur'anin, dhe mos u përqani. Kujtoni dhuntin e Allahut për ju, sepse ju ishit në armiqësi, Allahu i pajtoi zemrat tuaja, e në saj të dhuntisë së tij u bët vëllezër. Ruajtja e unitetit mes antarëve të umetit është detyrë parsorë e çdo muslimani. Çdo veprim që e forcon këtë unitet është i kërkuar, si për shembull shkëmbimi i dhuratave, shkëmbimi i vizitave, përhapja e selamit, shtërngimi i duarve gjatë takimit dhe çdo veprim tjetër i cili i shërben unitetit është i kërkuar në fen tonë. Në krahun tjetër, çdo veprim që e cënon këtë unitet është i ndaluar, si për shembull përgojimi, mashtrimi, padrejtësia, gënjeshtra, nënçmimi dhe çdo vesh tjetër i shëmtuar, i cili e cënon unitetin islam, fetarisht konsiderohet i ndaluar. Vëllazëria e besimit nënkupton dashurinë, butësinë, dhemshurinë, ndihmësen, sinqeritetin, dashamirësinë, respektin, thjeshtësinë reciproke. Parimi mbi të cilin ndërtohet kjo vëllazëri është: nëse nuk i bën dot dobi i vllait, mos e dëmto. Nëse nuk mund ta gëzosh atë, mos e hidhro. Nëse nuk mund ta lavdrosh atë, mos e paku, mos e shaj atë. Çdo gjë që predispozon për dëmtim të vllait dhe cënim të vëllazërisë,
si smira, mashtrimi, urrejtja, përçarja, ndërhyrja në pazarin e tij, është veprim i ndaluar dhe i dënuar. Smira është të urresh të mirat që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë dikujt. Nga kjo ndjenja e smirës, buron pastaj përgojimi, padrejtësia, dashakëtësia, urrejtja, armiqësia, përçarja dhe shumë vese negative të tjera. Kjo gjendje, smira, shpreh edhe një lloj pakënaqësie ndaj kaderit të Allahut subhanahu wa taala. I pari që dëmtohet nga smira është vetë smirëziu. Ai rëndohet psikologjikisht dhe shpirtërisht me ndjenja negative dhe dëmtuese. Prandaj nuk është rastësi që profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ta ketë filluar këtë këshill në hadithin e tij me ndalimin nga smira. Thuhet se gjunahu i parë në qiell dhe në tokë ishte smira. Smira e shejtanit ndaj Hazreti Ademit alayhis salam dhe smira ndërmjet bijve të Hazreti Ademit. Në Kur'anin famlar tregohet smira e bijve të Hazreti Jakubit, vëllezërve të Jusufit. Përse babai ynë ta do Jusufin më shumë se sa ne? Gjithashtu në Kur'anin famlar tregohet smira e bijve të Hazreti Ademit alayhis salam, Kabilit dhe Habilit. Përse ti pranohet kurbani vetëm njërit. Gjithashtu në Kur'anin famlar rrëfehet gjithashtu smira e shejtanit ndaj Hazreti Ademit, përse ti për ulem unë Ademit alayhis salam. Në Kur'anin famlar gjithashtu na bëhet e ditur edhe smira e idhtarëve të librit ndaj muslimanëve. Po mjaftohem vetëm me 2 fragmente kur'anore si ilustrim. Në ajetin e parë, në surën Bekare, ajeti 109, Allahu subhanahu wa taala urdhron dhe thot: Shumë nga idhtarët e librit, prej zilis që kanë në vete, dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mos besim, tani që e vërteta është e qartë për ata, por ju falini ata dhe lëreni, derisa të arrijë urdhri i Allahut subhanahu wa taala. Vërtet Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Dërsa në surën An-Nisa, ajeti 54, Allahu subhanahu wa taala thot: A mos i kanë zili njerëzit? A mos idhtarët e librit i kanë zili njerëzit, pra pejgamberin dhe sahabët, për çfarë Allahu u ka dhuruar nga të mirat e veta? Ne u dham pas arzëve të Ibrahimit alayhis salam librin dhe urtësinë si dhe pushtet të madh. Mashtrimi në blerje me kuptimin e gjerë nënkupton çdo veprim hileqar dhe dradharak mes palëve kontraktuese, ndërsa me kuptimin e ngushtë në terminologjinë fetare quhet an-najash, nënkupton ti ndërhysh në pazar dikujt vetëm me qëllim rritjen e çmimit që të mashtrohet blerësi duke paguar më shumë. Ndërsa bojkotimi dhe kthimi i shpinës për arsye dynjaje është i lejuar deri në 3 ditë, ndërsa për arsye fetare lejohet deri në reflektimin dhe përmirësimin e gjendjes së individit. Ebu Ejub al-Ansariu radhiyallahu anhu tregon se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuk i lejohet askujt që të braktisë e të mos i flas vllajt të vet musliman më shumë se 3 net. Kur takohen, e kthejnë kokën me njan prej njëri tjetrit. Më i miri i këtyre dyve është ai i cili jep selam i pari, e përshëndet i pari vllan e tij. Ummu Salama radhiyallahu anha tregon se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam u betua se nuk do t'u afrohej bashkëshorteve të tija për 1 muaj. Kjo ishte një mas qurtuese dhe edukative e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaj bashkëshorteve, për arsye se ato i kanë thyer disa norma të mirësjelljes. Kjo gjë shkaktoi zemrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka rezultoi në këtë mas disiplinore ndaj pejgamberit, disiplinore ndaj bashkëshorteve nga ana e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe ngjarja e Ka'b ibn Malikut dhe e 2 shokëve të tij pas luftës së Tebukut
ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë sahabët i bojkotuan për 50 ditë. Ishte me të njëjtin qëllim reflektimi. Ndërhyrja në shitblerje nga një palë e tretë shkakton prishjen e pazarit ndërmjet blerësit dhe mushterisë dhe përrjelloi tërheq pas vete armiqësi, urrëtie midis antarëve të një shoqërie. Prandaj dhe Islami e ka ndaluar. Përtallja dhe nënçmimi buron nga një zemër e smur me ndjenjen e mendjemallësisë. I përçmuari mund të jetë më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala se sa ai i krekosuri. Në syrin e njerëzve mund të jesh i suksesshëm ose e kundërta, mund të jesh një hiç. Por ajo çka mendojnë njerëzit s'ka vlerë. Vlerësimet e tyre nuk ndikojnë asgjë para Allahut subhanahu wa taala. Perceptimet e njerëzve nuk na e shtojnë dhe nuk na e heqin vlerën e vërtet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Sahel ibn Sa'd radiallahu anhu tregon se një person i pasur kaloi para profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi ynë i pyeti sahabët e tij që ishin të pranishëm: "Çfarë thoni dhe çfarë mendoni për këtë burr të pasur?" Sahabët i thanë: "Në qoftë se ai kërkon dorën e një gruaje, ajo duhet t'i jepet atij. Në qoftë se ai ndërmjetëson për dikë, atij duhet t'i pranohet ndërhyrja. Në qoftë se ai person flet, atij duhet t'i dëgjohet fjala." Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam heshti. Ndërkohë aty pranë kaloi një musliman i thjesht, i varfër, dhe profeti i pyeti përsëri sahabët e tij: "Çfarë thoni për këtë burr?" Sahabët i thanë: "Në qoftë se ai kërkon dorën e një gruaje për martesë, nuk ja japin. Në qoftë se ai ndërmjetëson për dikë, atij nuk i pranohet ndërhyrja. Në qoftë se ai flet, atij nuk i dëgjohet fjala." Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi që i dëgjoi të dy vlerësimet e sahabëve, tha: "Ky i varfri është më i mirë dhe më me vlerë se sa një tuf me njerëz si ai i pari." Ky njeriu i dytë i varfër është më i mirë dhe më me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala se sa me njerëz me botën plot si ai i pari. Zemra gëzon një rëndësi të madhe tek besimtari sepse është vendi i devotshmërisë. Devotshmëria nuk qëndron në formën formale, as në mënyrën e të folurit, as në mënyrën e të veshurit. Devocioni është çështje zemre. Vetëm Allahu subhanahu wa taala e din vërtetësinë e devocionit dhe gradën e tij. Allahu subhanahu wa taala nuk shikon dhe nuk vlerëson fizionominë e individit dhe paraqitjen e tij, por vlerëson zemrën e individit dhe veprat, sjelljen e tij. Zemra e devotshme nuk ka vend për smir, as për urrëtie, as për hipokrizi. Nga një zemër e devotshme nuk buron padrejtësia, as poshtërimi, as gënjeshtra, as dëmi, as hilja, as mashtrimi, as cënimi i gjakut, i nderit apo dhe i pasurisë. Prandaj, ne e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na i pastrojë zemrat tona edhe në raport me Allahun, por edhe në raport me vëllezërit tanë. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po ala në amanetin e Allahut subhanahu wa taala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurinë tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.